në lidhje me këtë temë, unë ndjeva të nevojshme që ta trajtonin, sepse mendoj që për brezin e ri, vazhdojnë që t'jetë e paqartë ende kjo pjesë. Djali im, për shembull, i cili nuk s'ka si taket, 21 vjeç, i cili s'ka si taket optikën apo syzet komuniste për leximin e historisë, tha mua, po shiko, tha se Zogu është ai tha që e braktisi Shqipërinë të 7 prill dhe Vodrit e Florinë. Po, do merremi me 7 prillin se me Vjedhën e Florinë do merrem një herë tjetër, por kjo është një shtysë e parë. Shtysa e dytë është sigurisht fakti që çështja e ligjit të luftës, për cilën Greqia mban peng një pjesë të madhe e pronave shqiptare në territorin e vet me vlerë të miliarda eurove, është ende e hapur. Dhe së treti është borxhi ndaj historisë. Nëse ju besoj me siguri e keni lexuar librin Kodi da Vinci, ka një episod në libër ku zbulohet që Krishti kishte qenë i martuar dhe kishte një fëmijë. Njëri nga personazhet thotë, po kjo do ta trondis kishën. Kjo e vërtet, sepse kisha nëpërmjet Biblës na ka mbushur mendjen që Krishti ishte apo jo ishte beqar, nuk ishte fëmijë etj etj. Edhe ai që ishte personazhi më intelektual i thotë që kjo të ndodhë, thotë, duhet që e vërteta alternative me atë të kishës të qarkullojnë në miliona kopje dhe në po aq vite sa çka qarkulluar Bibla. Me këtë duhet të them që historiografia dominante është ende ajo e shkruar nga e majta apo jo? Sigurisht, në mënyrë të anshme, po ne deri në 91 nuk i kemi ditur gjithë emrat e dëshmorëve të 7 prillit 39-s. Pra vetëm Mujo Qinakun kishte amplifikuar historikisht. Jo, ka shumë personazhe, ka gati 12 dimne tash që i kemi konfirmuar, pra emra konkret që janë vrarë më 7 prill 39-s, po besojmë që ka edhe më shumë, po koha ka bërë vetën, shumë dëshmitar okullar ose të afërm, edhe për arsye biografie e kanë heshtur ndaj dëshmorëve të 7 prillit. Pra, do kohën e vetë që këto figura, këta dëshmorë dhe roli i tyre në 7 prill 39-s të Profesora Sambello, për djenin tuaj edhe të lexuesve, se sigurisht opinioni publik shkencor e njeh atë, është autori i një libri 2015 për marrëdhënien shqiptaro-turke apo jo? Po. Është po ashtu një temë tjetër që keni trajtuar bisedimet e Asamblesë Kushtetuese për çështjen e Shënaumit. Po është pak më përpara. Po është pak përpara. Indoktrinimi komunist përmes letësisë, kulturës dhe artit, që është dokumente arkivore, dhe Shqipëria, Kisha Katolike dhe Vatikani, që është një libër tjetër. Duke u kthyer tek 7 prilli, e cila është tema dominante pjesës parë të emisionit tim, për cilën unë flas me një lloj sensi protagonizmi, sepse është pjesë një libri tim, Lufta e fundit, unë nuk jam historian, por është pjesë e tezës time të masterit në Universitetin e Perugjës. Pra e kam parë nga një perspektivë italiane, marrëdhëniet, rezistencën e 7 prillit sigurisht, po dhe marrëdhëniet shqiptaro-greke, po parë nga perspektiva e dokumentave italiane. Dhe afërmend që historiografia italiane e ka paraqitur pushtimin si një dukuri krejtësisht legale, e cila ishte në respekt të traktateve të Zogut të 25-26 për bashkëpunimin ushtarak. Dhe ju e dini fare mirë që Çano u përpoq që t'i mbushte mendjen e Shqipërisë se kishte rrezik nga Jugosllavia dhe për këtë arsye do hynin trupat italiane apo jo? Sigurisht, me fjalë, po ka diçka. Sepse edhe historiografia komuniste ka propaganduar që Shqipëria ndoqi politikën e dyreve të harpur ndaj Italisë, u kthyen vasal të Italisë e tjerë. Faktikisht fuqitë e mëdha në 9 nëntor të 21-shit i kishte njohur Italisë një pozitë veçantë mbi shtetin shqiptar, pra një rol protektori në thonjza, pra jo në mënyrë të artikuluar direkt, por me pika, pra që Italia do kujdese dhe shteti shqiptar kishte të pamundur t'i bënte bish kësaj marrëveshje ose statusi juridik ndërkombëtar që fuqitë e mëdha i kishin njohur Italisë mbi Shqipërinë. Zogu përpoq që maksimum përfitonte mjete materiale nga Italia, financa, madje sot po llogarisë me një ekonomist, Shqipëria ka përfituar diku te $10 miliard nga viti 1925 deri në 38 nga Italia. Por ka pasur edhe tentativa për ta vrarë nga Italia apo jo? Ka pasur mbi 10 tentativa për ta eliminuar Zogun nga italianët. Madje edhe para 7 prillit 39-s, një Murat Kaloshi, një nga paria e Dibrës, ka marrë një sasi, me fjalë, parash nga italianët, por ishte besnik i Zogut dhe i ka deklaruar, ka thonë që kështu italianët kanë dhënë para për të
organizuar atentat, mirë i thotë thikëzosh detyrën ndaj dheut e kreve, më informove. Po flasim për Çetin Saraçin duket, apo Jo, është një nga Kalosh, një nga Paria Kalosh e Dibrës. Po, edhe një atentat tjetër. Ka shumë atentate. I fundit fare, ose dy atentatet e fundit janë në fund 38-ës, në fund 39-ës, ku italianët në një vizitë ose një shëtitje që ky do bënte mbretëreshën Geraldine në det me një jaht, do fundosnin jahtin. 34 më duket apo? Jo, është kur martohet me Geraldinën, pra 38, pasi martohet 38. Pastaj fundi fare është me Jakoçin, i cili do ta helmonte man të kuzhinjerit. Mirë po mbretëresha Geraldine nuk e hante byrekun me lakra. Zogu kishte marrë informacionin që do ta helmonin dhe i thot kuzhinjerit që bën një byrek me lakra. Dhe në momentin që Geraldina e hap dhe merr një copë, reagon me fjalë ndaj aromës së lakrave shqiptare, dhe Jakoçi vetë dekonspirohet aty sepse nga reagimi që bën edhe zogu e nxjerr nga tavolina me fjalë, kuptohet se ky ishte një nga atentatet e fundit, ndoshta i 15 ose i 17 që i bëhet zogut për ta eliminuar fizikisht. Pra italianët u përpoqën që të shfrytëzonin gjithë këto pretekstet e brendshme, sepse në bazë të traktateve që kishte nënshkruar, po të kishte një trazirë të brendshme politike në Shqipëri, ata do ndërhynin për të rivendosur statukon politike dhe juridike të shtetit shqiptar. Zogu ja dogji këto karta dhe ngeli vetëm alternativa e agresionit ushtarak. Ka disa fakte të tjera, të cilat janë pak të njohura ose qëllimisht të njohuara rreth rezistencës së 7 prillit. Së pari, ikja e zogut është produkt apo jo i një vendimi të përbashkët të qeverisë dhe të Asamblesë Kombëtare apo të Parlamentit. Në një mbledhje të përbashkët. Që këta i kanë zhdukur bisedimet se ka pas proces verbal, po i kanë zhdukur me fjalë proces verbalet. Pra largimi i qeverisë zogut ishte një vendim i përbashkët edhe qeverisë dhe i parlamentit. Edhe parlamentit. Dhe po ashtu edhe zhvendosja bashkë me qeverinë dhe parlamentin në migracion edhe Floririt apo jo? Jo, ka diçka se kjo çështja e Florit është shumë e thjeshtë për të kuptuar. Kur nënshkruhet marrëveshja italo-shqiptare e marsit 25-s për krijimin e bankës shqiptare, u krijua me kapital italo-shqiptar, pra 51% i kishin italianët, 49% i kishim ne. Mirë po për shkak se drejtoria e përgjithshme e bankës shqiptare ndodhej në Rom, rezervat e arit, siç kishte çdo bankë në atë periudhë, ndoshta edhe sot, ndodheshin në Rom. Dhe kur largohet zogu, nuk merr vetëm një pjesë të buxhetit, aq lekë sa kishte qeveria shqiptare, sepse rezervat e arit ndodheshin në Rom. Pastaj kur kapitullon Italia, konfiskohet nga gjermanët, pastaj kur kapitullon Gjermania, konfiskojnë britanikët që e kisha edhe për këtë nuk kishte shumë pak rezerva, shumë pak. Ka patur një vendim të atij që ishte komisioni legal për të administruar Thesarin, që është gjendet buxheti, nuk ishte Thesari, ishte në Rom. Thesari shtetit ishte në Rom. Okej, ndoshta fjala Thesar është drejt, por e pa drejt, e pa sakt, por ama për të paguar shpenzimet e qëndrimit të qeverisë dhe të parlamentit, të mendojë që do të zhvendoseshin rreth 1000 vet me gjithë rojet e tyre, dhe pastaj unë kam lexuar edhe një Gjen Konaçi, më duket që është sekretari i përgjithshëm i qeverisë atë diçka e tillë, i cili tregon për jetën e qeverisë në Mërgim, por duke menduar që rroga e familjes mbretërore ishte diku tek 300, ka dy hipoteza, 300.000 ose 500.000 franga ari, dhe duke menduar se sa vite do të qëndronin jashtë vendit, kjo është një shpjegim për atë sepse pranë apo afër bashkë me ta, kishte edhe një sasi të konsiderueshme parash, e cila u lëviz me një vendim për cilin po ekziston kopja e aty që është në vendimarrësit kryesor, që është sekretari i përgjithshëm i Këshillit Ministra, duket ministri i Financave dhe një person tjetër që nuk kujtohet emri. Besoj ju ka rënë rasti. Shiko, ky duhet bëj një studim për ato vite, për vjedhjen e bankave në Shqipëri, patim për kuriozitet. Dhe duke pa gjithë fondin e bankës kombëtare, madje zogu dhe Geraldina kishin llogari në bankë. Pra as lekët e vetes kanë pas mundësi të merrin dot. Jo të merrin arin shqiptar që ndodhen në Rom. Ata kanë marrë shumë pak lekë që kishte qeveria shqiptare. Ekuivalenti i rrogës. Po gjithmonë, kishte sepse presupozohej që qeveria do shkonte në ekzil dhe nga aty do mbronte çështjen shqiptare. Dhe ato bëri. Edhe nuk do qëndronte në përbujtina. Dhe në fund fare ne e dim që Geraldina ka shitur disa sende personale, duke një diamant kuror ose diçka tillë, për të mbajtur familjen, sepse zogu në fund fare i ka lënë pa të ardhura këto familjen e vet. Ka dhe dy fakte të tjera që unë do t'i përmend para se që t'ja kalojmë fjalën profesor Bernd Fischerit në përgjigjen e pyetjes parë për karakterin e rezistencës. Në gjykimin tim, fakti që italianët
mundën të hynin në Tiranë vetëm mëngjesin e 8 prillit, fakti që Zogu nuk u largua nga territori shqiptar, por qëndroi në fillim po Gades dhe pastaj në Zëmlak, deri në mëngjesin e 9 prillit, duke koordinuar rezistencën shqiptare për cilën flitet në këtë librin e adjutantit të tij Selmanit, por unë mendoj që është libri i shkruar nga vetë Zogu, sepse ata që kanë redaktuar nuk kanë hequr vetën e parë. Po, drejt. Vetën e parë. Ai ka folur, ky ka mbajtur çnim. Ky ka mbajtur çnime. Pra, këto fakte dhe largimi i Zogut në 9 prill është i demonstruar nga raporti Reuterit. Pra, Reuteri thotë që në mëngjesin 9 prillit familja mbretërore shqiptare ka lënë kufi shqiptaro-grek. Apo jo? Edhe largimi prapë është me vendim Parlamenti dhe qeveria, sepse ky shqyrton gjithë alternativat. Alternativa për të qëndruar nuk qëndronte dot sepse edhe kur i kërkon ndihmë gjithë përfaqësuesve të fuqive këtu, ata nuk, me fjalë, shprehin një keqardhje, por nuk japin ndihmë konkrete. Jugoslavët deklarojnë që do hynin brenda territorit shqiptar, po të sulmoheshin nga Italia. Duhet kemi parasysh që edhe një pjesë e elitës tonë politike ka qenë e komprometuar nga italianët. Pra Zoga e ka ditur shumë mirë që me cilën erdhi me shumë para. Me cilën do ta bënte qendresën, sepse mbas pak ditësh kur Shqipëria pushtohet, ne jemi pra dim gjithë jemi koshient që ata shkonin dorëzuan kurorin Viktor Emanuelit. Pra ishin po këto një pjesë e parlamentit. Pavarësisht se Zogu kur shkon kufi, un kam botuar një libër shumë interesant me kujtime të Xhemal Kusit, një nëmpunës i asaj kohe, por në kufi Zogu i thot një pjesë të shoqëruesve që ju i thot ushtarakëve. Bëni pjesë të administratës italiane. Pra, merrni pjesë sepse më mirë të jeni ju në administratë se sa të jenë italianë në çdo segment të shtetit shqiptar. Veçëm që goditja mos ishte aq e ashpër. Pra ky shqyrtoi gjë alternativat dhe bëri u tregua më racional se tha sa të vritem, edhe ne do vritemi, do kapemi, do na përdorin, por pak a shumë edhe mbretërit e tjerë ballkanik bën të njëjtën gjë. Pra kur sulmohet vendi i tyre, largohen në ekzil dhe nga aty vazhdojnë luftën diplomatike